Kjo bim që të gjithë e mbajmë në shtëpi, i thot lam të mirë këtij problemi shëndetësor. Përpara se të fillojmë me videon, na bëni subscribe. Mëllaga është një bimë mjekësore e njohur prej vitesh në mjekësi popullore dhe përdoret shpesh për lehtësimin e kollës, dhimbjeve të fytit dhe irritimeve të rrugëve të frymëmarrjes. Ajo përmban substanca natyrale qetësuese që ndihmojnë në zbutjen e mukozave të irrituara. Për këtë arsye, çaji i mëllagës përdoret shpesh gjatë ftojeve dhe gripit. Efekti i saj është lehtësues dhe jo shërues përfundimtar. Përveç rrugëve të frymëmarrjes, mëllaga mund të ndihmojë në qetësimin e stomakut. Ajo përdoret tradicionalisht për të reduktuar irritimet e lehta të aparatit tretës dhe ndjesinë e djegjes. Falvetive mbrojtëse ndihmon në krijimin e një stresi mbrojtëse në stomak. Megjithatë, përdorimi i saj duhet të jetë i moderuar dhe si mbështetje, jo zëvendësimi i trajtimit mjekësor. Mëllaga njihet gjithashtu për përfitimet në kujdesin e lëkurës, sidomos kur ajo është e thatë ose e irrituar nga ftoti. Preparatet ose çaji i saj mund të ndihmojnë në zbutjen e lëkurës dhe në lehtësimin e skuqeve. Këto veti e bëjnë një bimë të dobishme për përdorim të përditshëm. Sidoqoftë, për probleme serioze shëndetësore, këshilla e mjekut mbetet e domosdoshme. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.